Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për llojet e vrymave të zeza në galaktik. Vrymat e zeza janë shumë të zakonshme në univers. Ka dy lloje kryesore vrymash të zeza, të cilat janë vryma të zeza yjore dhe vryma të zeza supermasive. Vrymat e zeza yjore lindin kur një yll gjigant vdes me një shpërtim superior. Ylli humbet stabilitetin, shkon në kolaps dhe shndërrohet në një objekt aq të dendur sa graviteti i tij bëhet ekstrem. Do me thënë, një yll i madh shëmb veten dhe bëhet vrymë e zezë. Vrymat e zeza supermasive. Këto vryma rrinë në qendër të çdo galaktike. Janë miliona deri miliarda herë më të rënda se dielli. Për këto ekzistojnë disa teori. Këto vryma janë rritur duke gëlltitur gaz, yje dhe vryma të tjera më të vogla. Janë formuar shumë herë në univers nga grumbullime të mëdha materiali, ose u krijuan nga farat yjore dhe pastaj u rritën me kalimin e miliarda viteve. Në galaktik, vrymat e zeza nuk janë të pakta. Në rrugën e qumshit mund të ketë miliona vryma të zeza të vogla, që ne nuk i shohim dot, sepse janë të errta dhe duken vetëm kur kapin material. Vryma e zezë supermasive e qendrës së galaktikës tonë quhet Sagittarius A dhe është një bishë e vërtet, por fatmirësisht është shumë larg nesh. Në vrymat e zeza, thithja ndodh vetëm kur materiali afrohet shumë brenda zonës ku graviteti bëhet ekstrem. Këto vryma gëlltisin gaz dhe yje. Materiali rrotullohet rreth tyre duke formuar një disk të ndezur. Kjo është arsyeja pse shpesh vrymat e zeza shkëlqejnë, edhe pse janë të errta. Lind pyetja: çfarë ndodh brenda vrymave të zeza? Brenda horizontit të ngjarjeve, rrugëtimi i çdo gjëje shkon vetëm drejt qendrës, tek një pikë super e dendur që quhet singularitet. Aty ligjet tona të fizikës thyhen dhe thonë, kjo pjesë është për fizikën e së ardhmes. Pra, mund të themi se një vrymë e zezë është një zonë e hapësirës ku graviteti ka fituar totalisht dhe asgjë nuk mund të shpëtojë kur kalon në kufirin e saj. Yjet që ndodhen rreth vrymës së zezë rrotullohen rreth saj si me frena të këputura. Lëvizin shumë shpejt në një orbitë të çuditshme dhe të ngushtë. Astronomët matin këto lëvizje dhe thonë, këtu duhet të ketë diçka shumë masive, por që është e padukshme. Kjo është pikërisht mënyra si zbuluan vrymën supermasive në qendër të galaktikës sonë, e cila quhet Sagittarius A. Vetë vryma e zezë është e errët, por materiali që rrotullohet rreth saj nxehet aq shumë sa lëshon rreze X dhe njëkohësisht drita me energji të lartë. Kur një yll shembet dhe bëhet vrymë e zezë, shpesh çliron një shpërthim gama të fuqishëm. Këto janë si flash kozmik që thonë se sapo lindi një bishë e re. Kur dy vryma të zeza përplasen dhe bashkohen, ato krijojnë valë që përdridhen në vetë hapësirën. Detektorët LIGO dhe Virgo janë super të ndjeshëm dhe i kapin këto valë. Zhurma që krijohet është një zhurmë e largët e ngjashme me zhurmën e një bubullime. Në ditët e sotme ekzistojnë edhe fotografi, event, horizont
teleskop bëri një foto të horizontit të ngjarjeve për M87 dhe për Sagittarius A. Nuk është foto normale, por një hartë e dritës së shtrembëruar nga graviteti, duke imagjinuar një unaz të ndezur me një vrim të errët në mes. Kjo është pamja. Nëse një vrim e zezë kalon para një objekti të ndritshëm, ajo shtrembëron dritën me gravitet. Ky quhet gravitational lensing dhe është si të shohësh një objekt përmes një xhami të lakuar. Shkencëtarët nuk e shohin vrimën e zezë. Ata shohin kaosin që lë kjo vrim rreth vetes. Lind pyetja: si janë formuar vrimat e zeza? Vrimat e zeza nuk janë gjëra të magjishme. Ato janë rezultat i evolucionit të yjeve. Kur një yll me masë shumë të madhe se dielli përfundon ciklin e jetës, ai mund të shpërthejë. Bërtama që mbetet mund të shembet në një pikë shumë të vogël, ku forca e gravitetit është aq e madhe aq sa drita nuk mund të dalë. Kjo është vrima e zezë. Ekzistojnë dhe vrima të zeza supermasive në qendrat e galaktikave, me miliona dhe deri miliarda herë më masive se dielli, të cilat mund të jenë formuar nga bashkimi i yjeve dhe akumulimi i masës gjatë miliarda viteve. Vrimat e zeza janë të shumta, por shumica e tyre janë të fshehura. Ne nuk i shohim drejt për drejt sepse drita nuk del prej tyre. Shkencëtarët i identifikojnë vetëm kur një vrim e zezë merr masë nga yjet ose gazi përreth, duke krijuar një disk akretioni që shkëlqen shumë. Sjellja e yjeve që rrotullohen ose lëvizin në mënyrë të pazakontë rreth një pike të padukshme tregon praninë e një vrime të zezë. Lind pyetja: si funksionojnë vrymat e zeza në hapësirë? Graviteti i tyre është aq i fuqishëm saqë as drita nuk mund të shpëtojë brenda horizontit të ngjarjeve. Gjithçka që i afrohet shumë, materia, drita, tërhiqet dhe shtypet në një pikë të quajtur singularitet. Përveç gravitetit ekstrem, ndikimi i tyre në hapësirë është i madh, por vetëm në afërsi të tyre. Përveç rëntgenit edhe radios, teleskopi Event Horizon Teleskop arriti të fotografojë hijen e vrimës së zezë supermasive në galaktikën M87. Matjet gravitacionale nga LIGO dhe Virgo zbulojnë valë gravitacionale nga bashkimi i vrimave të zeza. Vrimat e zeza janë zakonisht shumë larg sistemit planetar si ylli jon. Ato nuk thithin automatikisht planetet larg. Graviteti i tyre vepron vetëm në afërsi të tyre. Planetet në një galaktik jetojnë kryesisht larg vrymave të zeza supermasive qendrore dhe nuk rrezikohen nga ato, vetëm në rastet në qoftë se janë shumë pranë qendrës së galaktikës.